Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonte me ne është Ylli Loci. Ylli, mirë se erdhët në Albanian Oda Podcast. Mirë se u gjeta dhe më duhet ju falenderoj për thirrjen që më bët në emisionin tuaj ose në perceptimin tim si një mision që keni marrë përsipër. Ju uroj sukses. Shumë faleminderit. Kemi shumë për të folë. Unë gjithmonë bisedat I filloj, më intereson ajo fëmiria hershme, informimi jon. Ku ka lind Ylli Loci dhe ku jetoi në fëmirinë e tij të hershme? Unë kam lindur në qytetin e Korçës dhe aty kam marrë mësimet e para, duke filluar që nga kopshti dhe deri tek shkolla e mesme. Mbas shkollës mesme, pastaj kalova në Universitetin e Tiranës. Po jeta në qytetin e Korçës ka qenë e vrullshme. Ka qenë megjithmonë ajo që thuhet për Korçë që është qytet me kulturë, me edukat, me të gjitha. Këtë e kemi parë dhe të mësuesët tanë, apo pedagogët tanë, të cilët na jepnin mësim, po jo thjesht mësim, po dhe edukat. Po dhe kulturë për të. Dhe kulturë të përgjithshme në mënyrë që ne të ishim përgatitur për të ardhmen tonë. Korça njihet një qytet edhe për serenatat këngët. Është më së vërtet. Është më së vërtet edhe Korça ka shumë grupe serenatash. Korçarët edhe mbas shkollë, po dhe mbas pune, nuk e harroni serenatën. Është, si thua, e kanë në gjak. Është pjesë e jetës tyre. Pjesë e jetës. Unë më shumë kam marrë pjesë me grupin që sot quhet e serenatës korçare, me Mjella Qandren, të cilën e përshëndes me respekt dhe me dashuri nga lart. Ylli, studimet, keni studiuar për ekonomi, apo? E drejtë. Edhe kontabilitet, apo? Kontabilitet. Si kanë qenë dara në atë kohë? Në atë kohë, ekonomiku ka qenë me e larta ekonomi politike, ekonomi plan, financë, që ishte ndoshta më e përhapur dhe kishte më shumë student për nevojat e ndryshme të ekonomisë shqiptare. Po. Tashi, me drejta duhet thënë këtu që unë personalisht nuk e kam pasur qef kontabilitetin, financën, po kisha qef mjekësin. A do të bësh doktor? Po, pra, një impuls që më ka dhënë babai. Por, si që ishin kohët atëre që shumë studentë nuk e realizojnë dëshirët e tyre dhe më kaluan në ekonomik, kontabil. Si e thonë kësaj që çdo e keq e ka dhënë të mirë. Po, e vërtet. Sepse aty gjeta bashkëshorte. Këtu du me ditë se këto njoftësit kur një çift lidhet dikun, edhe krijon familje, është një bekim në vete. Patjetër. Si ishte njohja me zonën tënde? Njohja ishte se ne ishim të dy në një grup, para në një klasë. Dhe është kjo që thatë më parë ju serenata, sepse dhe gruaja ka kënduar në korin lab. A gruin labe e ke? Labe. Puro labe. Puro labe. Po? Edhe bashkë me një shoqe të saj, edhe o labe, vlënjate, po e ki shoqe femini dhe shkollës, ato këndonin të dyja. Ndërsa me shokun tim, Gani Kasapi, dhe ne këndonim, do të thënë, këto ndodhin mbas mësimit, ose kur kishim në një mbledhje kafe me shokët që këndonim këngë korçare dhe këto në shoqëronin. Këtu filloi ajo njohja jo, simpatia jo. Zoja ka qenë student ajo. Student ajo. Për çka ka studiuar? Të njëjtën deg. Njëjtën deg. Të njëjtën deg jemi të dy bashkë ekonomist kontabil.
Do mo jeni takuar në Tiranë, në auditorët e fakultetit. në fakultetit. Tha, dhe gjë më të bukur s'ka. Edhe keni 2 fëmijë, 3. 3, Kemi 3 fëmijë, që ti 2 i 1, po i një. vajza është me vogla, Mhm. e cila na lindi në Gjermani. Kur ke dalë në fillim viteve 90 më duket. Po, në 92-shin. 92-shin, po. 92-shin dolëm. 34. Edhe Edhe 2 çuna, ti rujt 2 sot. djemë që faleminderit shumë, Po. që besoj ju Me gjithë gocën, a? me Komplet. gjithë. Shumë faleminderit. Do të thënë jam megjithmonë prind i kënaqur nga fëmijët e mi. Se darë dhe bjerë në darë. Po. Unë vendosa të vinja në Kanada mbasi Gjermania, nuk i njifte dhe nuk e, si të thuash, u jepte të drejtë qëndërimi shqiptarëve të Shqipërisë, për shkak se demokracia kishte ardhur. Kishte ardhur, po. Unë vendosa të sillnja këtu në një vend megjithmonë të stabilizuar ekonomikisht, por të bëni një jetë të ndershme, të rregullt, siç dhe e kanë gjetur, që e kanë gjetur vetë në shoqërinë kanadeze. Jeni kthyer nga Gjermania në Shqipëri, apo drejt nga Gjermania keni ardhur këtu, apo si ka qenë ky proces? Procesi ishte kështu, në vitin 97, Gjermania ktheu shumë nga ne. Edhe ne, mbasi e pam që nuk ishim mundësi të qëndronim, u kthyem me dëshirën tonë. Dëshirën, si thuash, për të kthyer në Shqipëri, por nuk e imagjinonim se kishim vite kaluar se si do të gjenim në Shqipëri. Nuk e gjetëm me atë dëshira, po si e deshim neve, dhe me qënë se ne erdhëm nga janari vitit 97, ndodhen ato revoltat për firmat piramidale që nuk arrin do të konceptonin. Ka qenë rëndë shumë. Shumë e rëndë, sidomos për fëmijët tanë. Po. Për fëmijët tanë, Ishte një traumë vete për atë gjenerat. para ta është megjithmonë të keq dhe sot kur e kujtoj, Ishte një ëndër keqe. jam i lumtur që i solla këtu dhe i shpëtova nga ajo 4 urë që ishte që mundet të merrni rrugë të këqija apo të kaloni në anë tjetër, por fat dhe edukata që kemi dhënë, ata qëndruan këtu dhe në vitin 2000 kemi ardhur në Kanada. Unë du të përmend tu djalin tënd, Tomin, e kam shok. Shumë faleminderit. Edhe përveç që e kam shok, e kam edhe Gjan, edhe e kam ideatorin e Odës, sepse edhe e falenderoj publikisht këtu. Shumë faleminderit. Për jo vetëm ndihmën që ka dhënë, se ndihmë na kanë dhënë edhe tjerë plot. Po. Por e bukura është që kishte iden për të bërë diçka. Po do kthehemi te atem, unë do kthehem në Shqipëri prapë, se mua më intereson jeta si ishte në atë kohë, se e di nga Toma, po edhe nga ty, që ju jetuat një kohë në Vlorë. Po, është e vërtet, do të thënë. Me mbarimin e fakultetit, si që ishte koha aty, mua më caktuan në Vlorë, në bazën e Pashalimanit, Bazën ushtarake, ushtrisë armatës popullore të armatës po. ashtu, të Pashalimanit, dhe vendi ishte për oficer. Personalisht, unë nuk e kam pasur qef robën ushtarake. Vetja. Dhe ndente rreth 3 vjet i paveshur si ushtarak dhe kërkoja të kaloja në civil për arsye se unë nuk kam qenë kontingjent as i Ministrisë Mbrojtjes, as i Ministrisë të Brendshme. Ti ke qenë staf civil? Jo, unë kam qenë staf civil sepse e kam kryer me lekët e familjes time, jo me bursën që të jepte Ministria e Mbrojtjes, apo asaj, dhe pastaj ishe i detyruar të shkonje ku të deshin ata. Do të thënë 3 vjet ndenta i paveshur ushtarak, të cilat sot më kushtuan pensionin, sepse
Po ti kishte ato 3 vjet si ushtarak, do kisha marrë pension më të mirë Më të mirë. se ushtarakët e kanë pasur gjithmonë më të mirë. Gjithmonë, kuptohet, ku do mbot. Po, nga që kam pas nevojë Ministria e Mbrojtjes në atë kohë dhe e caktuan morën nga stafi civil. Po. Kjo do të ishte arsyeja, a? Kjo është arsye. Natyrisht që kjo është arsyeja. Por që ne nuk kishim një të drejtë kështu të kundërshtonim ose të referonim dikujt që se Sa vjet jetuat në Vlorë? Në Vlorë kam vajtur në vitin 78 ku mbrava fakultetin, dhe ndajta deri në 92, në 93. Gati 15 vjet. 15 vjet. Po natyrisht nuk qëndrova vetëm në Pashaliman, si shef finance. Baza u transferua në Palermo, ndajta edhe 2 vjet aty. Pastaj Ministria e Mbrojtjes gjykoi të kaloj një stad më lart dhe më kaluan si shef finance i divizionit Vlorës, që natyrisht është më lart se sa. Aty pastaj ndodhen dhe këto lëvizje, më gjetën këto lëvizje demokratike, siç ishte në të gjithë Shqipërinë. Unë u angazhova me ta, pavarësisht se isha ushtarak, si shumë të tjerë, jo vetëm unë, dhe bashkë me Bashkim Kozelin, mjekun tim të ngushtë, i cili është shkrimtar, poet, dramaturg dhe skenarist i njohur në Shqipëri. U futëm në këto aktivitete dhe ishim ndër të parët nismëtarët të Partisë Socialdemokrate në Vlorë. Bashkë me Bashkimin Kozelin, një njeri mrekullueshëm, ne morëm pjesë dhe themeluam edhe shoqatën mbarkombëtare Ismail Qemal Vlora. Me kryetar profesor doktor Bardosh Gaçen, djali i Vlorës, dhe kryetar nderi Nermin Vlora Falaski. Besa Ismail Bey Vlorës. Ismail Bey Vlorës. Kështu që marrëdhëniet e mia në këto të gjitha krijuan dhe njëjtën time në ambientin civil. Dhe në vitin 91 u krijua policia financiare për herë të parë në Shqipëri. Mbas sistemit apo ishte ende aty Ishte ende, sepse policia financiare u krijua me dekret ligj të Ramizalis. Edhe aty, siç e thash, dhe u njëjta me anën civile të shoqërisë Vlonjate, u caktova kryetari i parë i policisë financiare të Vlorës. Dhe kemi bërë një punë të mirë, të ndershme, të rregullt, dhe ndihmuam shumë, sepse krijimi këtyre tregtarëve të gjithashtu ishte në fillim ka qenë një kaos. Ne Flasim për vitin 91. 91, sa ka filluar demokracia. Demokracia. Dalja nga një diktaturë në demokraci natyrisht që gjithmonë shoqërohet me këto probleme. Por ne arritëm të bëjmë një punë të mirë, të vendosim rregull dhe disiplinë, sepse ne ishim, si thua, dhe pionerët e parë të tatim taksave në Republikën e Shqipërisë. Ylli, ma thuaj si ka qenë ajo Vlorë në atë kohë? Si e përjeton ti? Se na e kem patur është Vlorën e re, po si ka qenë në vitin 78 për shembull? Shiko. Për neve ka qenë mollë ndaluar për një shqiptar të Kosovës. E di. Po. E di. Ne e kem thonë Ismail Bey Vlora, Ismail Qemali, Vlorë u shpall pavarësia, dhe kem pa foton në përmor. Megjithatë nuk ka qenë si mollë ndaluar, sepse në Vlorë ka ardhur një ansambël i Kosovës. Me gishta kanë qenë ata. E di. Po unë kam qenë nga të parët që e kam parat, dhe ka qenë në mos gaboj Bashkim Paçuku. Bashkim Paçuku ka qenë këngëtar. Ka qenë këngëtar aty, ka qenë dhe Haroba që këndoi O moj ti me sytezi. I Haroba është një këngëtar i famshëm, të më fal se e respektoj vetëm. O moj ti me sytezi. Çike flokët por Sabri Fezullahu. Bravo. Bravo, Sabri, pa. Sabri Fezullahu e ka ngritur pallatin e sportit me këmbë. Kur të them më këmbë, vlonjatët u entuziazmuan dhe
u mahnitën, sepse ne për herë të parë shikonim disa vëllezër tanë dhe në bëz zemra mal. Emocioni pa parë. Shumë. Do të thënë shumë. Unë kam përjetuar ato me shokët e mi. Do të thënë, unë të them mund të kemi qenë aty rreth një çerek ose gati gjysmë oficer. Nga Pashalimani. Jo vetëm nga Pashalimani, nga të gjithë. Nga të gjitha. Sepse të gjithë kishim dëshirë të shikonin. Po jo të gjithë siguruan bilete. Do të thënë kishim mall. Kjo ishte, si më thonë, hera parë që... Hera e parë, sinqerisht, dhe ishte shumë emocionuese. Me mbresat të jashtëzakonshme. Sabëriu natyrisht është këngëtar i madh. Po. Dakor? Ende është i fort. E di, po këndon. se e ndjek. Po. E ndjek. Unë e kisha ndjekur dhe më parë, po aty live është diçka tjetër. Dhe kam qenë në radhët e para, një kuptuar me një zot mrekullueshëm. Pra, dua të them që për Vlorën ndoshta ishte edhe sistemi që krijonte nga një Mundësi. jo mundësi, desha të thashë krijonte diçka për vlonjatët, se vlonjatët duhet të jetosh me ta, Për të njohur. për të njohur. Po si janë, nga që je nga Koça, po ke një histori shumë interesante, do vim aty. Po. Si janë vlonjatët? Shiko. Për mua Nga një sy një Korçari, si thua, duhet të rish, të jetosh, të njohësh, se çdo qytet joni e ka të historinë, traditën e vet, që ka të specifikat e veta që ndoshta pa jetuar nuk e din. këtë drejt. Vlonjati ka këtë, domethënë, që është një nga natyra inteligjent, nuk e duron djallëzin, mbrapa skenën, Ja, shumë krenar. është krenar, janë të drejt për drejt, po i deshe, të deshe. A ka të bëj ajo kreneri vjen nga që u shpall pavarësia aty? Absolutisht jo. Ata shikoj. Ju je pak ndoshta, pak e ka një si më thonë, një Shiko, vetë vlonjat e kanë të qartë që pavarësisht se Ismail Qemali ishte vlonjat, në pavarësi morën pjesë të gjithë. po, Gjithë kombi shqiptar. po, e vërtet. Por Vlora, dua të them të për mua, Vlora dhe vlonjatët, se s'mund ta kuptosh Vlorën pa vlonjatët. Janë një mrekulli që më natyrë ja ka dhuruar kombit tonë. Ata janë të zjarrt, të drejt për drejt, nuk e njohin frikën, dhe para dheun, ata janë gati të bëjnë çdo gjë. Në qoftë se ke lexuar Ali Aslanin, një Poeti i madh, I madh. poeti i madh. I Po madh. një ndër poetet më të mëdhenj shqiptar. bravo. Po. Ai thot, jam vlonjat, jam vlonjat. Shkabën e kam mëm e atë. Ja, po. O Ervin, si ishte ajo? Ore ti hape derën, se s'do ta ham Luanin, a? Është kjo e kanë edhe të folën e kanë bukur. Mundon të imitoj, nuk i kap 100% se bëj dot, por më pëlqen sepse është shumë e pastër mënyra ku të flasin. Bravo. Është shumë e ka një staccato në vete. Do të thotë e ka të theksuara fjalë. Unë e kap si ne kemi mësuar në Fakultet të Arteve, diksion, ndjeri profesori im i dashur Enver Petrovci na mësoi. Përveç që janë 2 dialekte kryesore gegetost, janë këto 9 dialektet apo të folmet e zonave. Edhe ne i kemi ushtruar ato. E tash, u mund ta di nga vjen kush vjen. Bile dhe kjo gjua ime më është përzirë, më tha një shok, tha s'po të marrë vesh nga mo. Jo, unë jam dakord dhe me atë që të ti, Po. vajtja i Korçari aty, në fillim, po ta shikosh nga jashtë, është pak sa e ashpër. Por duhet të kesh durim dhe respekt dhe arrin që ti të bësh mik me ta, mik zemre, mik shtëpie. Vlonjatët apin derën. Unë du të përmendë një, e di nga vlau Lulzimi, i cili jeton në Zvicër, ka dy shok tash, këto vitet e fundit që familjarisht të shështruar, Hektorin edhe Viktorin, që i përshëndet shumë, të papam, çfarë mikpritje, çfarë dashurie. Bile kisha bon Hektori është edhe Korçara, vlonjat. Ka nga këto. Ka dhe Korçara. Dy bote Jo, tjera. ka, sinqerisht, ka dhe Korçara dhe vlonjat, jo vetëm unë, po ka dhe tjerë. Ka dhe
familje të tilla që për shembull nëna vlonjate ose babai vlonjat me Korçar dhe unë po them që është një gjë me gjithmonë e veçantë dhe unë personalisht e kam mase se fillimisht nuk desha bënja këto, po jo për vlorën, po s'desha këto e këto. Por unë sot me gjithmonë jam krenar që kam punuar, jetuar dhe respektuar atë qytet. Vjen mirë shumë. Ylli, unë do kaloj me një temë shumë interesante. Urdhëroni. Je nga ta shqiptarët e rrallë që je i përzirë nga Veriu në jug. Po. Edhe e di historinë sepse kem folur, po edhe histori e cila ka pesh. Gjyshi yt nga babai Po. janë nga Shkodra që kanë dalë në Mirdit, pastaj babi yt ka fillu jetën në Korç, aty u martua me bashorte me nënën tënde që ata janë korçar, do të thotë janë të gjitha fet në familjen tuaj, të katra fet, po janë të katër anët e shqiptarisë. Po. Kjo reflektohet edhe te Tomi, shoku im, djali yt, i cili është Më bëhet qefi. ka një zemër shumë madhe. Tomi nuk tregon që jo verior, thot, jo, thot, unë jam nga Vlorë, unë e mora vesh, o Toma, thash, po ti që nge gjithani nga pa, shuj, thot, po si tregon jo. Toma është i pafat. Po, du të nisem me familjen nga Veriu, Po. ku gjyshi jot Leshi, Lesh Loci. Babai Leshi. Babai Leshi, po. Gjyshi Tomit Leshi. Gjyshi Tomit. Ma thuaj jetën e tyre, ku shishin ata? Tashti, familja Locave është një familje e madhe. Simbas thënieve të babait tim, ara e Locit në Shkodër ka qenë tona. Gjyshi i mdenti aty, po familjen e futin Mirdit për shkak të trazirave që ndodhen në atë kohë në Shkodër. Plus kësaj, autoritetet turke, s'ka problem, autoritetet gjithmonë tregtarëve ose këtyre përpiqeshin të gjenin pengesa nga më të ndryshmet, qoftë edhe për të ndruar fen. Prendi gjyshim qëndroi në Shkodër dhe një 6 muaj, thot babai, vinte në fshat Mirdit, natyrisht sillte dhe ushqim me gjëra të gjitha, kështu që asaj periudhe kur gjyshi ka qenë gjallë, thot babai, kemi qenë shumë mirë. Thot. Kjo sigurisht ka ndodhur vitet fillim shekullit kaluar. Në fillim, bravo. Domethënë, babai në atë kohë kur vdiq gjyshi ka qenë 13 vjeç. Ndërsa xhaxhai im, që ishte 3 vjet i madh, ka qenë 16 vjet, Simoni. Të cilit i gjithë Mirdita i theshte Bac. Ndërsa babai tim i gjithë Mirdita e thirrste Bab. Ju e keni parasysh nga Veriu këto. Po. Që ti kështu. Babai në moshën 16 vjeç, 17 vjeçe, doli nga fshati sepse mbas vdekjes së gjyshës dhe të gjyshit, këta mbetën vetë dy jetim. Simoni edhe Leshi. Dy vëllezër. Simoni edhe Leshi. Dhe tashi xhaxhai po vinte koha për të martuar, siç e kanë nga Veriu, që nga 18-a, 19-a duhet martohen. Mirë, po ana financiare ishte paksa e vështirë në atë kohë, sepse këta i kishin numër 2. Kështu që babai, me që dinte italisht dhe latinisht, se i kishte mësuar në kish aty, del dhe punon në Shkodër me italianët. Punë të ndryshme, ndërtim rrugësh të gjitha, se babai ka qenë dhe nga fiziku i fuqishëm. Natyrisht që erdhi pastaj që bën dasmën e xhaxhait. Të Simonit. Të vllaut, të cilin ai ka dashur dhe ka respektuar jashtëmarrëse. Dhe mbas asaj u largua përsëri në punë, gjithmonë sillte. Bile dhe kur ishte në Korçë, dërgonte përsëri. Nuk e harroj kurrë. Në kohë kur doli për herë të dytë, që doli në Shkodër dhe punonte përsëri, ndodhen këto
aktivitete, kish filluar lufta. Vitin 1939. Mbas 39-s, 43-shin, 42-shin, 43-shin, e gjeti në Shkodër, baban, dhe u aktivizohen ngranuan me partizanët. Kështu që çlirimi i Shqipërisë e gjeti në Shkodër. Mbasi u çliruar Shqipëria, që krijuan këto të gjitha, u krijuan një brigadë speciale dhe morën këta që ishin ndoshta më të aftët fizikisht dhe e hodhën baban në Korçë. Aty babai ka marrë pjesë dhe në provokacionet e Gushtit kundër grekëve. Ku ishte ajo lufta që ishte viti 49, 2 Gushti i 49-s. Po. Që grekët sulmuan me 6 batalione këtë shkaktyllë në postën e Vidohovës. Edhe me njëherë pastaj u bë organizimi, shkuan dhe specialët aty të gjithë në mbrojtje të Adeut. Mbas se mbaruan këto të gjitha, edhe ky u vendos qetësia, babai u lirua. U lirua dhe ndenti në Korçë. Filloi punë në Korçë fillimisht. Karpentier, këto të gjitha. Koha ishte shumë e trazuar. Ishte me shumë vështirësi që ashtu. Babai e bën xhip, po megjithatë arriti të filloi punë minier. Edhe aty është si më thonë, ka ndodhur njohja me Njohja me nënën time ka ndodhur kur babai ishte ushtarak. Njohja. Aty filloi fejesa kështu, dhe pastaj kjo ishte një nga shkaqet që babai qëndroi në Korçë. Po u bë dhëndër i familjes më të njohur gati se Korçare. Familja Iftica. Po, familja Iftica. Iftica. Po. Gjyshi nga nëna ka qenë një nga patriotët e Korçës, të mirë njohur. Thoma Iftica, për të cilën babai im kishte respekt të veçantë. Dhe ndoshta për shkak të tij, për respektin që kishte ndaj tij, edhe gjyshes time, e cila ka qenë megjithmonë një ikon, e qetë, e urtë, e edukuar, e shkolluar, nga gratë më shkolluar të Korçës, u detyrua sepse mund ta them edhe këtë që nga viti mbasi kisha lindur unë, ishte edhe motra, babai transferohet në Lezhë, se do vazhdonte mjekësinë, nga që ishte në shkollë, do thonë këto të kishës të këta të në kishën katolike dhe ku studion për këto. Ka pas edukimi qyshëri. Shkollën e jezuitëve. Jezuitëve, po. Ata në fillim të mësonin si të vijë ndim fshatarëve, popullsisë, dhe bënin anatomi të gjithë. Babai ishte i mjeshtër anatomisë. Kur merrte zemrën e kesit dhe ndante mënyrë anatomike ishte. Ajo më nxiti mua që të bësh doktor që nuk u realizua. Po. Fatkeqësisht. Në bile dhe sot kësaj dite ne kemi një pasaportizim në Lezhë. Babai u sektua përgjegjës ose si drejtori i Spitalit të Lezhës, se ishte ndoshta më i edukuar nga ata të tjerë që ishin aty. Lezhë ishte një fshat në atë kohë. Po. Dhe do punonte 2-3 vite sa të ashun të ngrihej dhe do vazhdonte fakultetin e mjekësisë. Ndërkohë ndodhi kjo, është teza ime vete të studioj në universitet për filozofi. Kështu që të dy pleqët mbetën vetë. Mbetën gjyshi? Me gjyshin. Kështu që babai i cili nuk e përtonte punës, o gru thot, ky ish fati im, u kthyen përsëri në Korçë. U futën minier në aty, ku mori dhe kategorinë 7 armatorit, se ishte inteligjent. Për shumë pak kohë dhe që andaj doli dhe mori me të 7-ën, punoi gjithë jetën e tij si karpentier. Ai ishte durar. Zdrugtar. Jo, zdrugtar ishte tjetër. Karpentier ishte tjetër, që ndërtimin e shtëpive, gjithë këto. Ndërtimin e shtëpive, okay. Po
Du të flasim për gjyshin, Nga Korça tash. nga Korça, Patjetër. nga ana e nënës, nënës, po. pa nga ana e nënës. Thoma Iftica, unë Po, kam kërkuar që të sjellë ca foto, po, ja këtu, ky burr, po. është gjyshi yt. Gjyshim. Ky imigroi në Amerikë vitin 1904. Po përpara Amerikës ky vajti në Odesa. Në Odessa, ma thuaj këtë histori interesante. E gjyshim ka lindur në vitin 1892 dhe në vitin 1899 me shokë të tjerë nisen për në Odesa të punojnë si emigrant. Fillim të shekullit kaluar, do më zikon Dhe 1900. po, dhe qëndroi deri në 1904. Aty duke bërë punë si bukpjekës apo në këtë që sot quhet kulinari. Kulinari, po. Ka qenë njohur në Korçë. Ishte, po, Korça ka qenë megjithmonë një qytet shumë me tradita në këtë fushë. Në 1904 gjyshi ikën në Boston, në Amerikë, Me shokët e tij. me shokët e tij, disa shokë. Aty filloi përsëri këtë dhe arriti të ngrerë një hotel dhe një restorant dhe duke punuar në kontakt me rrymat patriotike të cilat ishin të fuqishme në Boston. Ishte Noli aty. Po, ishte Noli, Sotir Peci, Kristo Dako, me të cilit lidhi miqësit të përjetshme. Ose, si që ishte Koli Rodhja, Nikola Koli Rodhja, përsëri një korçar, se këta bashkë krijuan shoqatën e parë Besa Bes. Kjo këtu, varianti 5, apo si Ky është varianti flamurit. i flamurit. I flamurit është tjetër. Po tregon edhe këtu po të shoqërisë Besa Bes, po. Po, krijuan Besa Bes, pastaj më vonë u krijua shoqata pan-shqiptare Batara. Aty me Fanolin, Sotir Pecën dhe të gjithë arritin që të ngrinin kishën e parë më 1908. Kishën Kishën Shëngjergjit. Kishën e Shëngjergjit, po. Bravo. Po këtë thot dhe gjyshi. Do më thënë, vërtet kisha ishte ortodokse. Por, në donacionet e kësaj, ishin gjithë shqiptarët muslimanë. Se donin të lidheshin dikun. Jo, ata ishin, shikon, patrioti nuk do të di shumë për fen. Patrioti, shpirti i tij është shqiptar. Po. E njëjta gjë ndodhi kur deshin të hapnin të qenë në këta musliman. Fanoli ishte i pari që donoi. Në kishtot gjyshi kanë nxjerr kuletën mbasi marrin mesh dhe thot vëllezërit ta duan të ngrenin të qenë. Në nxori portafolin dhe ka lëshuar i pari lekun. Kjo shpirti i shqiptarit është gjë e rrallë. Nuk Kjo- e gjen kont. Jo, nuk është. Sigurisht. Nuk flasim shumë për te fatkeqësisht. Jem me një kohë ku duhet folet më shumë për të mirat që shqiptarët kanë bërë ndër shekuj, për atë lirin dhe harmonin fetare, harmonin njerëzore që kanë pasë. Kuptoj që kemë shumë probleme, është shumë normale, por gjërat e bukura duhet fliten, duhet thuhet. Sepse ja kjo foto këtu për shkak. Këta patriot këtu. Aty s'ke vetëm ortodoks. Unë jo kam dhënë emrat, Po. aty ka edhe 3-4 musliman. Ashtu si dhe në Korçë. Kanë qenë qetat e Themistokli Gërmenit, Spiro Ballkamenit, Kajo Babjenit, dakord? Sali Butkë punëtorit, një nga patriotët e Korçës që ka luftuar shumë, që Zim Panariti më falë, pra, të gjithë korçarët, ose të gjithë shqiptarët, kur ishte puna për atë dheun, nuk deshin të dinin për fen. Ishin bashkuar, se me dha. Pa. Unë po të them, këta janë bashkë. Këta janë ata që sollën grupi e gjende të Gazeta Dielli e 1921-shit, në qoftë se e kërkoni, e gjeni këtë fotografi dhe diçidurën kush janë dhe si janë. Këta të gjithë ardhën për të sjellë flamurin. Këto dua ndalen të flamuri. Kjo për mua ishte shumë një histori interesante. Ky grup këtu,
këta shqiptarë të mirë. Shqiptarët mirë. U mblodhën, thanë, në atë kohë, flasin për vitin 1911, domthonë një vjet para pavarësisë Shqipërisë, ishte lufta ballkanike. Jo, si ishte lufta ballkanike vetëm pak 12, 12 mos gaboj. Po këta shqiptarët e Bostonit dhe në përgjithësi të gjithë Amerikës e ndiqnin situatën. Edhe nëpërmjet gazetës Dielli, apo nëpërmjet njoftimeve, letrave që i dërgoheshin Fanolit, Konicës, Dakos, Sotir Pecit, dhe e ndjenin. Dhe revolta tyre vinte në mënyrë graduale, derisa u dijeshe që do bëhej pavarësia. Po se kur dhe ku, nuk di. Kështu më vitin 1911, 10 nga këta korçarë, siç të thash, ortodoks musliman, morën flamurin, blenë armët, blenë këto uniformat e tyre ushtarake dhe u nisën për Shqipëri. Nga Amerika. Nga Amerika, nga Bostoni. Viti 1911. Vinë këtu për t'i dhënë dhe një hov, do me thënë, luftës që kishte filluar për pavarësi. Kryengritja armatosur për pavarësinë e Shqipërisë. Për pavarësinë e Shqipërisë. Aty bëshe, aty synoqe. Por me të mbritur në Korfuz, grekët dhe turqit e kishin marrë vesh qëllimin e këtyre. Dhe këta arrestohen Korfuz. Arrestohen Korfuz, në burgjet e tyre torturohen. Torturohen keq. Por gjyshi thot, ne flamurin nuk e dhamë. A flamurin që e kam ble për... A i flamur ka një historinë vetë. Bravo. A i flamur ishte për pavarësinë. Kur të shpallë pavarësia, ky flamur do dilte, e ke dhe te Miqe Bardhi që e thot në gazetën Korça të 3 janarit 1931. Ky thot është flamuri që u ngrit për pavarësi, u ngrit dhe në Korçë, u ngrit dhe në ballë të luftës. E thot aty në... Tash, kush ka qenë Kabedani? Kabedani ka qenë Koli Rodhe. Në qoftë se shikon fotografinë i parë është gjyshim. Po, është kjo foto këtu, a? Bravo. Kjo këtu. Po, gjyshi është i pari. Koli Rodhe është i dyti. Në rregull, dhe atë me radhë të tjerë që unë nuk i njeh dot. Po. Koli ishte kapedani këtyre. Edhe Koli e ka marrë atë flamur e ka dorëzuar ku? Kolin tash kur është dorëzuar me unë këto teknikisht nuk e di. Po di rrugën e këtyre që mbasi i arrestuan dhe po i torturonin në burgjet e Korfuzit, patriotët vlonjat mblodhen të holla. Dhe me sa di unë, ndoshta më gabuar, po ja dhanë Qazim Koculit, i cili vajti i nxori nga burgu. Nga Korfuzi. I sotin Vlorë. Dhe në Vlorë u tha, shiko, edhe turqit po ju kërkojnë. Dhe kështu në këtë gjendje si në juve, me flamuri dhe me këto, rrezikoni jetën tuaj. Tashi, vajti Kodhe nuk e di mirë, njëri nga këta, o Koli Rodhe, o tjetëri, kishin të bënin me Marigo Pozën, e cila ishte korçare. Kështu që këta e lanë aty, sepse familja e Marigos ishte familje patriote, e deklaruar. E lanë atë flamurin aty. Flamurin, robat dhe paimet. Dhe ka ikën në Korçë si civil. Po vetëm flamurin mbet Vlorë. Flamurin mbeti aty. Tash, a është e flamur që është qëndisur, këtë du me dalë? Këta thonë është ky, dhe në qoftë se shikon në variantin që thash, janë disa variante. Varianti 5 është ky patriotit Thomaj Ftisa. Patriot korçar Thomaj Ftisa, veprimtar i shoqërisë patriotike në Amerikë, bashkë themelues i shoqërisë me Fanolin Kristodakon. Në shkrimin autobiografik i shkruante në vitin 11 së bashku me një grup shokësh, Ndreko, Zenel Kamerica, Qerim Panariti, a kuptoj pse ti them këto? Se ata janë dy musliman, por janë patriot, janë shqiptar, janë luftëtar të tmerrshëm. Qerim Panariti të gjithë, me qëllim për të luftuar kundër armikut dhe njëkohësisht neve suam dhe flamurin e parë që ngrit në dheun tonë më 12
në Vlorë prej Ismail Qemalit, nëpërmjet vojtjesh dhe kontrollesh të mëdha. Do thot, mundësia është që ai flamur që u shpall, është ardhur nga ky grup nga Amerika. Ata për atë qëllim ardhen. Ku është ai flamur? Është në Boston tonë, përsëri. Është kthyer tek sigurisht te Te Vatra, shoqëria Vatra. Shoqëria Vatra. Sepse përpara kur filluan Ismail Qemali nuk arriti do ta ngrinte Durrës, filloi rrugën për në Vlorë, ndërkohë vullnetarët korçar lanë Korçën dhe erdhën këtu. Në mbrojtje të pavarësisë të qeverisë si Ismail Qemali, mbrojtje të Ismailit. Janë bërë disa betejë. Ndërto ka marrë pjesë Thomaj, është ajo që quhet e urës Mifolit, që ka ishte më e famshme, ku vullnetarët shqiptarë shpartalluan forcat turke. Dhe turqit nuk arritën dot të bënin bllokimin e pavarësisë shqiptare. Për shkak të shqiptarëve që e deshin pavarësinë. Dhe më 28 ndor, Thomaj, bashkë me shokët e tij dhe me qindra të tjerë patriot, ka qenë në Vlorë në ngritjen e flamurit. Ngritjen e flamurit. Po. Ajo foto e famshme e Ismail Bey Vlorës. Bravo. Te balkoni. Bravo. Ata kanë qenë. Po, mbas kësaj, kthehet përsëri në Amerikë, mbas ngritjes së flamurit. Thomaj, dhe vjen përsëri në datën në vitin 1914, kur filloi lufta e parë botërore. Gjithmonë për luftë me këtë. Bile kohët e fundit lexova dhe po jemi te pavarësia. Po. Se Isa Buletini erdhi me vonesë. Me vonesë, po. Kjo dihet. Një nga ata dëshmimtarët okular, Vlonjat, thot, kur erdhi Ismail Qemali, u ngrit gjithë Vlora në këmbë. U ngritëm, u grumbulluam, ishte i gjatë, bashkë me kosovarët, ne ishim krenar që ata ardhën Vlorë. Po në kohën që ku Ismail Qemali u gjunjëzua dhe po the flamurin, një grup. Isa Buletini po mendon. Isa Buletini po the flamurin. Po, puthi. U në gjunjë. Po, u gjunjë, po. Se erdhi me vonesë. Se erdhi me vonesë. Edhe thot një grup të paguarish shanin qeverin dhe Ismail Qemalin. Ky tregon kështu. Isai u ngrit me këmbë, ju thot të tyret, shiko, ata janë shqiptarë, thot. Goditini, po mos e vritni, se janë gjakujnë. Po. Edhe pse folin keq, janë shqiptarë, do të janë të gënjur në këtë moment. Janë gënjur. Ke të bësh me patriotë më dhejnë, si Isa Buletini, Ismail Qemali. Kanë qenë burra të mëdhenj. Ishte kohë shumë e vështirë për popullin tonë. Shumë. Ishte lëvizje të mëdha gjeostrategjike. Shumë. Lufta parë botërore, lufta ballkanike. Ishte shesh luftime shqiptare. E coptuan, e ngrin gjallë ato tokë. Edhe ne nuk kishim, si më thonë, një krah të fortë nga askush. Përveç Amerikës vitin Paktin e Versajës, kur ata thanë ja Shqipëri do mbetet, presidenti Wilson, po. Wilson. Po, ai shpëtoi. Shumë luftës parë botërore. Pa atë do ishin bërë një shesh luftimi. Do ishin marrë fund. Po, do kishin marrë fund, sepse i kishin gjithë armiqt, nuk ishte vetëm një shtet, ishin gjithë për rreth. Ja s'dalen, ende vazhdon loja. Shqiptarët kanë luftuar gjithmonë për pavarësi, independencë, dhe shqiptarët nuk janë shquar kur për mundimasi, po për krenari, po. Je popull krenare, vërtet. Është më se normale. Po. Vetë kënga popullore thot, shqiptari vërtet pritet për flamur. Bota hiq e ti në burr. Edhe kjo është historia e kombit tonë që fatkeq të vogël, por ka mbjetuar dhe do të mbjetoj. Unë shpresoj që do mbjetoj dhe do bëhet më mirë për ne këtë shekull, dash zoti do të bashkohemi, se aty vetëm një mënyrë është unë mendoj që të mbesim, si më thonë, të shpëtojmë, duhet të jenë bashkuar. Sa më i ndarë, je më i coptuar, më i kontrolluar. Po
Çka ndodhi me Thomaj? Pra, Thomaj në 14 kthehet Po, dhe rreshtohet në çetën e Themistokli Grmenjit. Sepse ndërkohë që serbët hyn nga veriu, grekët u futën nga juggu. po, ky muhabet është në luftën e parë botërore. Luftën pa, prandaj po them 14, 15, 16. 16, po. Bravo. Përplasjet e shqiptarëve e patriotëve koçarë të cilët kur nuk e pushuan luftën kundër grekut, të gjithëve. Në 10 në mos gaboj 10 dhjetor 1916 krijohet Republika Autonome e Korçës. Qa është kjo? Kam dëgjuar, me tonë dhe nuk di shumë. Po, nga përplasjet e mëdha që ndodhen me grekrit, në Korçë ishin forcat franceze, me qendrën Selanik. Shqiptarët nuk e pranonin grekun gjallë dhe luftuan luftë. Korçarët aty, Salibut kanë tjetër me kolonjarët e tij, dhe Dekoeni ka qenë një kolonel atëre, francez, po si të thuash ka qenë dhe miqësor me shqiptarët, vendosi i zbrapsi ata dhe i lejoj shqiptarët me kryetar ose ata i quhenin prefekt de polis, Themistokli Grmenjin. Që ishte shok i gjyshit. Shok i gjyshit. Ai u bë kryetar dhe u krijua një komitet me 7 musliman dhe 7 ortodoks, të cilët bënin drejtimin dhe mbarvajtjen ekonomike, financiare të gjitha këto. Bile ata prenë dhe monedën e Republikës Autonome të Korçës. Prenë monedë financiare. Shpallën dhe disa kredi. Pra ishte tamam një republikë. Gjyshin tim, Thomaj, Themistokli e vendosi zëvendës komisar. Tashti, nga policia e vjetër turke, këta bën rinovimin. O, kriju si më thonë një gjandarmeri shqiptare. Shqiptare, polici shqiptare, gjandarmeri shqiptare, po në suazën e Francës. Dhe këta u quajtën komisar, zëvendës komisar. Jo komisar quheshin atë kohë, se komisar është diçka tjetër më vonë. Dhe vendosën rregull, vendosën disiplinë. Mirë po grekët nuk ndaluan. Në 17 ndrohet, ikën Dekoeni, vjen Saraj, një general francez. Grekët filluan ato të tyret intrigët që nuk pushonin kur. Qëllimi ka qenë ta marrë në atë kohë se ishte ende luftë. Ishte ende luftë e deshte Korçën. Po, deshin Korçën, po. Dhe bëjnë, si të thuash, arriti t'i bind francezët të bëjnë arrestimin e Themistokliut. Themistokliun e arrestojnë dhe e çojnë në Selanik. Përpara sa ta, se dhe shqiptarët nuk rinin dorë kryq, përpara sa ta çonin se e morën në mënyrë të fshehtë mes nas, që se e dinin respektin dhe dashurinë që kishte populli i Korçës për të. Sepse Republika Autonome e Korçës nuk ishte vetëm Korçë, po ishte edhe Pogradeci, ishte edhe Devolli, ishte edhe Kolonja. E më duket edhe Përmeti, diçka e tillë. Pra ishte e madhe kështu. Të gjithë këta kishin forcat e tyre aty. Këta i dolën Thomaj me çetën e tyre dhe me shokun e tij tjetër Vasil Tromar dhe ndaluan karrocën e francezëve. Dhe i thanë dil Themistokli se këta do të vrasin. I thot kështu, shpremisht, thot Thomaj, më tha, Thoma, po nuk vajta unë shkatroj Shqipëria. Unë për Shqipërinë bëj gjithçka. Dhe vajti aty. Dhe u bën një gjyq i montuar, i nxorën 2-3, kështu që ti je spion i Austro-Hungarezëve, s'kishte fare të bënte vend. Po 2 të shitur të paguar dhe dërmojmë pushkatim. Më duke nga menduari pushkatohet. Në Selanik. Në Selanik, po akti i burror tronditi dhe vetë ata që vranë. Se i tha, këto i kanë histori të gjitha. I thanë ata, të lidhni syt dhe fjalën e fundit.
Përpara se të them fjalën e fundit, merrni këtë letër, thot, ju jep një letër. Dhe do ta hapni kur të siguroni që unë kam vdekur. Fjala e fundit është që skuadrës së përshkatimit t'i jap urdhër vetë. Kështu është. Dhe kështu bë. I dha urdhër, u përshkatuan, e vranë. Zjarr. Ja dhe vetë, se në frëngjishtën, ajo zotante frëngjisht, gjermanisht, ishin njerëz me kulturë. Nuk mund të thuash që patriot shqiptar ishin brigand, ignorant. Jo. Sinqerisht. Jo, definitivt. Sepse vetëm gjyshi im zotronte rusisht, gërqisht, anglisht. Pra, këta ishin, ky ishte perfekt dhe polis dhe komunikonte me francezët me një frëngjishte të përsosur. Komandanti i skuadrës bëri atë që i tha ky, hapi letrën dhe në letër në frëngjisht kishte shkruar Roft Franca, Roft Shqipëria. Po, e ishin francezët ata që i lejuan që të arrestonin, apo si? Francezët e arrestuan. Do të thotë e tralltuan francezët. Patjetër. Politika ti e ke parasysh. Ndryshoi. Ndruan anat. Dhe kjo është ajo pastaj se nuk mbaruan me kaq, këta ulshuan të shkatronin Republikën Autonome të Korçës, dhe që thot në këtë dy studios që thon kapetani që mbrojti Republikën Autonome të Korçës. Është një libër që ka folur për gjithë korçarët. Thomaj 1, Vasil Tromara 2 e të tjerë e mbrojtën deri në fundit. Dhe kështu nga 19 pastaj Thomaj deri në 24 ishte në varësitë qeverisë së Lushnjës. Qeveria e parë e 20 së Lushnjës. Në 24 vjen, domthon, ishte me Nolin në Tiranë. Noli mbasi e zboi Zogun, e bën kryeministër. Dhe mori dhe Thoman me vetë, dhe ata të tij. Noli. Kur e formoi qeverinë 1924. 24, Thomaj ishte zëvendës shef i policisë Tiranës. Me ardhjen e Zogut përsëri, Thomaj pushohet nga puna. Se ishte ndrimi i pushtetit. Natyrisht, tash, Thomaj ishte me atë në tjetër, do lëvizte dhe pushuan nga puna si polis. Po 25-ën përsëri e rimorën punë. Sepse ishte një njeri që kishte njohuri të mira për policinë, është një nga ata të, domethënë, të midis të tjerëve që bëri reformimin e policisë shqiptare nga otomane në europiane. Dhe e caktojnë zëvendës shef policie në Berat. Në vitin 1929 në Berat vete ish kryeministri i Zogut Koçokota. Njëkohësisht shok fëminie Thomajt. A ishin shok fëminie 2 nga Koça që të dy. Rritur bashkë. Vete aty dhe i thotë Thomajt, o Thoma, e di që do bësh ti? Jo, i thotë Thomaj. Të gjithë policëve tu do të vesh gjufkën e kuqe. I thotë, o Koça, unë ardha nga Amerika për të çliruar Shqipërinë nga turqit dhe për ta futur Shqipërinë në Evropë. Jo ta kthej prapë te turkët. Që aty pastaj i dhan ultimatum e pushuar nga puna. Mbeti Thomaj pa punë. Mbeti pa punë dhe vonë pastaj kaloi ekonomat në liceun e mbylli te liceu francez në Korçë si ekonomat. Se zoton dhe disa gjuhë kështu gjithë. Histori e pavarur. Kështu ka qenë koha, po thuaj se të gjithë. Po si e përjetoi sistemin e ri kur erdhi, komunizmin? Thomaj, si e mendon taj? Se në atë ku ishte në moshë ai. Shikon, në 59 ka vdekur gjyshi tim, Thomaj. Ki parasysh, shpirti patriotik ekziston, por dhe kultivohet e fëmijët e tij, në kuptimin e kësaj. Të dyja vajzat, se Thomaj kishte vetëm 3 vajza. Njëra e martuar herën 15 në Amerikë. Në Amerikë, diçka e tillë. Jo, 15 lindja, jo, ka vajtur nga 30-a 32 në Amerikë, e martuar me një shqiptaro
amerikan, Ja. nëse këto dy ishin këtu. Dhe i përjetuan si nëna ime, që ishte më e madhe se motra e saj, tezja ime, edhe tezja ime. Të dyja u aktivizuan me lëvizje. Domethënë, ardhja fashizmi në Tiranë e gjeti tezën time në shkollën Nëna Mbretëresh. Studionte. Tezja. Ishte më vogël se Nëna ime. Po. E jo ajo që ishte në Amerikë. Ajo iku në 32 dhe nuk u kthye. Nuk u Ka kthye, kthem 6 vjet. Ndërsa tezja vazhdoi shkollën e mesme Nëna Mbretëresh. Që ishte një shkollë vetëm për vajza. Vetëm për vajza. Në fund viteve 30-a dikon. Diçka e këtillë. Domethënë 39-ën ardhën ata dhe në kjo aktivizuan me këto grupet. Atëherë, nga që e urrente fashizmin, sepse kishte në gjak, ne ishim të lirë. Pse duhet na pushtoj? Dhe me të gjitha vajzat e tjera u lidh me to dhe kur ishte në matur, po ktheheshin me shoqet, teza ime ka qenë e shkurtër, nuk ka qenë shumë e gjatë, valonte flamuri italian. Tezja vetë dhe e gris. Po nuk e grisi dot dhe i vajtën shoqet që e ulën. Në qoftë se e ke parë filmin Vajzat me kordelet kuqe, ajo është tezja ime. A është ai rasti që tregohet. Rasti. Tash filmi bën të tjetë. Po. Puro ka qenë kjo. Në atë kohë kanë qenë edhe ca patriote tjera në atë shkollën e Nënës Mbretëresh. Shumë kanë nxjerrë në shkollë. Musin e Kokalarin. Po, Musin e Kokalarin. Nexhmi Hoxhën. Nexhmi ishte aty. Shumë nga këto tezë i njifte personalisht. Liri Begeja. Liri Begeja. Kam pa ca dokumentar për jetën e saj. Po, kanë qenë këto të gjitha. Unë nuk po them se ishte, domethënë, tezja si ishte gjë tjetër veç se një vazhdim. Vazhdim i domethënë, urrëties popullore ndaj fashizmit. Po, Thomaj Gjyshi. Po. Mbas luftës dytë botërore, me qa punoi? Ishte pensioner apo? Mbas luftës dytë botërore, Thomaj ishte moshatar në atë kohë, me pension. Ishte plak sa i bie, do të thonë në 50 në 60 edhe një 20-80 vjeç. Diçka të 75-a. Edhe u plagos në 14 me esadistët në përplasje me forcat esadiste, aty ku vra Gani Butka, i biri Sali Butkës, Gjyshi u plagos në dorë. Kjo i krijoi pastaj më vonë një paralizë. Të cilën nuk është shumë. Po, ajo tezja në Amerikë, u lajmërua ndonjëherë? Tezja në Amerikë u fut në grupe shqiptare, siç ishin shqiptare që luftonin, me fjalë, me kështu të gjitha për Shqipërinë, sepse ishte i bie Thomaj, por ajo nuk pati mundësi të vinte gjatë kësaj periudhe, po në 6 jetën erdhi për herë të parë. Po nuk e gjeti gjallë, baba. Para të erdhi për Thomaj. Nuk e gjeti gjallë. Po i gjeti motrat, të po nënën. 2 motra dhe nënën, të cilat tashu. Ishte një mërzi e madhe ai tani. Jashtë masën. Vujtje na shqiptar. Kur do ndalet kjo vujtja jonë? Unë e përjetoj shumë këtë, se dhe ende po ndami, ende gjenatat për na ikin, për shprazet e ven. Nga se di, se s'kom qefë dhe tudem shumë të bëj këtë analizën, se nuk jam ekspert, as i ekonomis, unë jam aktor. Unë jam artist, njeri që është shumë krenar për prejardin e ti, e don vendin e ti, kam qef ta promovoj kulturën tonë, po jam edhe realist do njerë, s'fondalit kjo vujja jonë. Jam plotësisht dakord me ty. Jam sinqerisht dakord dhe të njëjtën gjë kam dhe unë. Sepse tash që shkoj dhe ri pak më shumë në Shqipëri, e shikoj që sidomos rinia nuk ka dëshirë të qëndrojë. Po ja Thomaj, e marrë një shembull. Thomaj, ky ishte fotografia kur bëri një moshë, po? Po, ajo është në moshë. Po. Ja ky djalë i ri këtu, fal. Ja ky i vitin 1904.
I thonë 121 vjet ma herë. Më para saj ka ikur 1899. Që i në Odessa. Pra, 126 vjet. Spondalet ike me gjetë për një jetë ma të mirë, ktheu të luftojnë, se plot quna të ri, erdhe nga Divizioni Atlantikut për UÇK-n që luftuan Kosovë. E di. Edhe kjo mu më dhenë që çdo gjeneral po përjeton si kur s'po mbyllët kjo varë, po rrin hapur e po i dedhet kryp pa ndërprerë. Se unë e kuptoj imigrimin nga dëshira kur tjetri don me eksploru dhe don me dalë jashtë. Ja, takon, kur isha i ri këtu, takoja studenta nga Danimarka. Unë thësha, qa bon ti këtu? Je marrë thot eksplorin, ta eksploroj të ke Kanadan. Po, kam përfundu fakultetin, du me ndajt një vjet në Kanada, pastaj du ikim në Australi. Pa ta bëjnë nga dëshira me pa botën. Nuk e bënë nga vujtja jonë. Ende po ikin, po dalin, për me gjetë një jetë pak më të mirë. Nuk po mbyllët e avarë. Nuk po mbyllët as Shqipëri, as Kosovë. Kjo është dhimbja ime, sepse është një vend që i ka gjitha, ka det, ujë, kodrina, pasuri natyrore, ama gjitha janë. Shiko. E di është pyetje e madhe, Ylle, ma shumë është retorike. Jo, s'ka të bëj. Nga vujtja ka. Unë të kuptoj. E di që e kupton se kem folë privatisht edhe për këtë. Ta them sinqerisht. Ta kuptoj edhe unë dhimbjen. Unë jam me ty 100%. Dhe mua më dhem si dhe me ty. Unë personalisht bashkë me gruan, nuk bëjmë atë që bëjnë disa tje, që aty është mrekulli kështu. Ne tregojmë të vërtetën. Dhe themi që kjo qyteti Shqipëria është një vend i bekuar, po ndërkohë dhe i mallkuar. Nga vjen ky mallkim, unë nuk e di. A do të marr fund? Unë mendoj se do të marr fund. Po shpresoj të jem gjallë ta shohim pak. Thomaj, Nuk është shumë tragjike, shumë keq, Ylle, fal që ndërprej. Po është një dhimbje për gjithë një shqiptarët, se në bisedat tona private ne shohim, si tha, duhet të jem real, ta flas dhe realitetin. Se e vazhdova shumë tash, po mundo me pak fjalë që a do mbyllet ajo varë ndonjëherë. A do mbyllet ajo varë ndonjëherë. Unë mendoj që do mbyllet. Jem optimist. Jam optimist, për arsye se ti shqiptar, unë shqiptar. Ti nga Kosova, unë nga Shqipëria. Të dyve na dhemb. Po. Njësoj. Njësoj. As më shumë, as më pak. Po, njësoj, bravo. Shiko, unë gjithmonë e shikoj jetën me optimizëm. Ika nga Gjermania, vajta gjeta dhe shu, po unë e kam pa me optimizëm. Dhe a ka mundësi? Ka mundësi. Dhe është kjo që theti pak më parë, po pastaj përsëri, që Shqipëria duhet bashkohet. S'ka ndryshe. Shoh zgjidhje tjetër, personalisht unë. Edhe i kam argumentet e mia. Personalisht, unë nuk njoh kufi tjetër, se jam antar i shoqatës Ismail Qemal Vlora. Kufirin e 12-s, atë që bëri Ismail Qemali me Thoman. Unë nuk shoh kufin tjetër. Por, duhet gjetur mënyra e bashkimit, sepse bashkimi bën fuqinë, thot vetë populli. Po. Edhe qetësohen fqinjet pak. Pushojnë nga aspiratat kështu destruktive. Kanë ëndrat maja dhe. Shumë. Shumë. S'pongopen. Shumë nuk pongopen. Ja. Edhe nuk pushojnë. Ja, nuk pushojnë, ja. Për shembull, mua më vjen shiksi në ndeshjet me Serbinë, që serbët ulërin jetën e japim, Kosovën nuk e japim. Kosova u ka ikur. Po. Amo nuk dalin se këtë. Prandaj këtu them, shiko, unë mendoj që nuk është, shiko. Në fundi ata bëjnë punën tonë, punën e tyre. Ne dim ku qëndrojmë ata. I dim gjithë për vetë. Ne duhet ta bëjmë të tyrën tonë. Drejt. Ne duhet i kryjmë detyrat e shtëpisë. Populli shqiptar duhet të ketë ushtri të fortë, duhet të ketë polici të fortë, duhet të ketë drejtësi ku duhet, edhe duhet të bëhen ato gjitha ato
Një shtet i fuqishëm. Një shtet i fuqishëm ku duhet patjetër të bëhemi edhe në Evropë, se shumë ndryshe, nuk ja ikën gjithë e dam. Dëgjoj. Unë mendoj që dhe ti optimistimi, si unë. Jam, Prit, po, prit. ndoshta. Jo. Kjo që keni hapur bashkë me zotërin, ky është optimizmi juaj. Po, me një. Kjo oda jonë këtu. Kjo oda që është të thjesht shqiptare. Ju po të mos ishit optimist, ju nuk hapni të. E vërtet. Sepse kjo nuk është fitim prurësë. Jo. Kjo më tepër ju kërkon para, mundi, djerës, kështu që ju e sakrifikoni veten në këtë formë. Unë, në formë tjetër, të gjithë duhet të bëjmë detyrën tonë. Shqipëria është e jonë. Ylli, edhe një temë du me bisedu për shoqatën e Bashkisë Shqiptare Kanadeze. Këtu. Komiteti jonë ka fillu të lulëzoj pak që nga si më thonë, ato restriksionet e Covidit, kur u largua, është një energji tjetër. Çka mendon që duhet bëhet më shumë? Se unë kam qenë të pyes gjithë. Jam antar i shoqatës, kjo shoqatë këtu që plotësisht dakord. Ja, shoqata e Bashkisë Shqiptare ka dhënë një certifikat, për Ylli Loci, një kontribut që ne ka bërë, ne të falenderoj shumë. E çdo shqiptar që kontribon atë shoqatë, për mua është shqiptar i mirë dhe i mbar. Po, çka mendoni se çfarë duhet bërë? Shoqata shpesh shmanget nga detyrat e saj. Dhe haron që është thjesht shoqat. Dhe duhet vetë shoqata të vejë të shqiptarët, dhe jo shqiptarët të vejnë të shoqata. Për këtë duhet një ndërgjegjësim. Por, mendimi im është që shoqata së gjë tjetër vetëm pjesë e Shqipëri-Kosovë. Shqipëri-Kosovë, po. Do më thënë, sa më e pa përshtatshme ose sa më shumë të bëhen ato që po bëhen në Shqipëri dhe në Kosovë, kjo reflektohet dhe shumë. Jo, duhet punojmë, ta bëjmë atë Shqipëri, e shpresojmë ta shohim të bashkuar, e shpresojmë të jenë gjallë. Të falenderoj shumë, Ylli Loci, u knaqa, shumë respekt. As pak. Të lumta. Me shumë respekt në është. Falenderit për këto histori që i ndave, edhe trujt zoti familjen ty, edhe atë djalin e mirë, atë Tomin, atë nipin e Thomaj i Fticës. Po ky më shumë batët në Atleshin, atje në Dibë, në Mirdit edhe në Shkodër, po nuk tregon. Thot jam vlonjat. O Toma, po ti e nga gjithë Shqipëria, mo? Nga gjithë Shqipëria. Nga gjithë Shqipëria. Shumë falenderit, Ylli, respekt. Ju falenderit dhe juve.